Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha krahasoi sot premtimin e rivalit politik Edi Rama për ndërsimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian brenda 5 viteve me premtimin e tij për naftën në Shpirak e krijimin e fondit sovran që do ndryshonte të ardhmen e vendit. Gjatë një komunikimi me gazetarët, Berisha deklaroi se Shqipëria pas 12 viteve qeverisje nga socialistët nuk i plotson kriteret për të qenë pjesë e BE-s. Integrimi i tij europian është piramidë madhore mashtrimi. Miliardat e tij janë të njëjta me ato të naftës Shpiragut. E mani mend që u thash shqiptarëve tani tha do vërshojnë miliarda. Del me pasaport ky. Çfarë ofron shqiptarëve? U ofron integrimin europian me emigracion, largimin nga Shqipëria dhe integrimin në Europë të tyre. Berisha akuzoi kryeministin Edi Rama se në mungesë të bilancit qeverisës po ndërton një fushat pa program. Një njeri që ka qeverisur 12 vite, duhet të ishte normalisht 12 herë i gatshëm për dalë para qytetarëve dhe bën lojë kloni. Ka gjetë një Lali Lulin aty dhe e zëvendësoi Lali Erin dhe kjo është paraqitja e tij, është dizastër. Sipas Berishës, pensionet e pagat në Shqipëri nuk janë rritur si pasojë e korrupsionit, duke premtuar se pensionet do të rriten në 3 muajt e parë të qeverisjes së Partisë Demokratike. Është një shpirt keq, diktator, që nuk respekton asnjë parim, asnjë normë dhe që ulet me shishe sa 210 pensione dhe pastaj thot ata që flasin për pensione aq e kaq, mashtrues dhe i pa shpirt. Pensionet do t'i rrisim siç kemi parashikuar. Pensioni nuk do ketë në Shqipëri pension ndën 200 euro. Sali Berisha dhe Partia Demokratike kanë hartuar një program emergjence duke premtuar se në 100 ditët e para të qeverisjes do të vendosin minimumin jetik dhe asnjë qytetar në vendin tonë nuk do të marrë më pak se 200 euro në muaj.